Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave organizoi një veprimtari për kujtimore në nderim të akademikëve dhe figurave të shquara të artit dhe shkencës në vend, si Kerem Çabei, Major Domi, Kol Paparisto dhe Islam Zeko. Këta personalitete që nuk jetojnë më u përkujtuan përmes kumtesave të mbajtura nga pasardhësit dhe studiues të fushës së tyre. Themeluesit e shkencës shqiptare u sollën në vëmendje nga akademik, historian dhe studiues të njohur të vendit. Profesoret Emruka mbajti një kumtesë kushtuar Islam Zekos, të cilin e cilësoi si një nga figurat themelore të biologjisë shqiptare. Pata fatin të ishte anëzënës i tij, një mjek i afërt i tij, një admirues i tij dhe një mbështetës i palëkundur i vetes së tij. Profesor Zeko meriton çdo nderim për gjithçka që bëri deri në fundin tragjik të jetës së tij në vitin 89. Atë gjetën të mbytur nga duart gjykatare që hynë në banesën e tij për të grabitur. Ata i morën jetën e profesorit urtë, të mençur, fjalë pak. I morën jetën njeriu që rrezatoi vetëm dritë për 15 vite, duke vendosur veten në altarin e njerëzve më të ditur e qytetarëve të këtij kombi. Një tjetër kumtesë ju kushtuar profesor Kol Paparistos, emër i spikator në fushën e botanikës. Kur e njoha për herë të parë profesorin, më la përshtypje krejtësisht veçantë. Ai ishte një ndër profesorët më serioz të fakultetit, më me autoritet, i kulturuar, fjalë pak dhe me sjellje aristokratike. Profesor Paparisto dalloi për shijen e tij të hollë në veshje dhe në kujdesin ndaj vetes. Kontributi i profesorit ishte i gjithanshëm. Ai ishte një nga organizatorët e Muzeut të Shkencave të Natyrës në vitin 48, përgjegjësi i sektorit florës në qendrën kërkimore biologjike në 78 dhe organizatori i herbarit kombëtar që sot trashëgon rreth 3000 bimë të florës së Shqipërisë. Ndërkohë historiani Pëllum Xhufi vlerësoi figurën e Alex Budës, një prej themeluesve të Akademisë së Shkencave. Me formimin solid e njohuritë sovrane të një historiani race, profesor Buda provoi se epoka e Skënderbeut ishte vetëm një segment, sigurisht më kulmori, i një procesi historik që edhe para dhe pas Skënderbeut ishte paraprirë e pasuar nga të tjera epope e nga të tjerë protagonistë. Veprimtaria nderimi themeluesve të arsimit të lartë dhe shkencës në Shqipëri mblodhi së bashku pedagog, studiues dhe akademik, të cilët përmes kumtesave sollën në kujtesë figurat dhe trashëgiminë e profesorëve të tyre.